Kryetari i sapo zgjedhur i komunës së Çashkës, Suat Shaqiri, në emisionin Debat në Shenja, deklaron se pas 4 viteve të mandatit të tij, Çashka do të bëhet një shembull për të gjitha komunat në vend. Shaqiri thotë se ai është garancia e një komune që do të funksionojë në frymën e bashkëjetesës dhe unitetit, pa dallim fetar, kombëtar apo institucional. Premtoj dhe garantoj që vizioni im është që shqiptarët ta marrin hisën e tyre. Nuk do doja asnjëherë diçka e cila nuk do të jetë frutdhënëse pas një viti, pas një muaji apo pas 4 viteve. Jam kryetar komune i cili nuk e shoh aspektin populist dhe material vetëm që qëllimi im personal të realizohet. Por zotohem për kapacitetet e mia, për shokët e mi të cilët do t'i kem mbas dhe i kam pas meje, që ne si shqiptar do ndjehemi krenar dhe do të marrim hisën e cila na takon. Asgjë më tepër dhe asgjë më pak. Nga ana tjetër, ai deklaron se Bashkimi Demokratik për Integrim nuk mund të konsiderohet humbës në zgjedhjet e fundit, duke theksuar se partia mbetet një forcë e rëndësishme politike në vend, e cila sipas tij do të del edhe më e fortë se ç'është. Unë jam antar i Bashkimit Demokratik për Integrim. Absolutisht vjen nga dega apo kryesia, antarësia e komunës së Çashkës. Unë i rritur dhe veproj të vazhdoj të jem nën ombrellën e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe pas liderit ton Aliametit, se i përket çështjeve të reformave, sigurisht nga mediumet, nga pjesa e strukturave shoqërisë të cilët jemi pjesë e Bashkimit Demokratik për Integrim, ka zërat, jo që zëra, po dhe është oficialisht se do të ketë kongres në 20 dhjetor në kuadër të Bashkimit Demokratik për Integrim. Unë jam tepër optimist se Bashkimi Demokratik për Integrim nuk është tash humbës. Sot Bashkimi Demokratik për Integrim bashkë me koalicionin thash gëzojnë të drejtën e 24.000 votave me tepër mbar vendare dhe mbar vendit. Bashkimi Demokratik për Integrim do të del edhe më i fuqishëm se ç'është. Kryetari nënvizoi rëndësinë e mbështetjes së qytetarëve gjatë fushatës së tij, nga ku falenderon të gjithë me tekst të veçantë shqiptarët dhe komunitetin turk. Ai thotë se fokusi i tij ka qenë një bashkëpunim gjithëpërfshirës dhe multietnik, duke përfshirë të gjitha komunitetet e komunës dhe duke promovuar unitetin lokal. Gjithashtu theksoi edhe rëndësinë e kandidimit të tij në kuadër të AKI-s si një hap për zhvillimin e komunës.